U bëjmë thirrje të gjitha institucioneve shtetërore të reagojnë sa nuk është vonë. Ky ka qenë apeli i kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritanshau në ditën e 12 të grevës së urisë pa afat në Marins, ndërsa gjendja shëndetësore e grevistëve përkeqësohet nga dita në ditë. Ne jemi edhe më të vendosur në kauzën tonë Dritanshau, ndërsa ka paralajmëruar një tjetër tubim para zyrave të kompanisë ditën e nesërme. Sot jemi në ditën e 12 të grevës së urisë, dhe ditën e 12 që punonësit kanë pezulluar punën sipas vendimit që kemi marrë. Për grevë, situata e grevistëve paraqitet e rënduar, dy nga dje më të mbrëmë kanë pas lëvizje të tensioni, por vazhdojmë të qëndrojmë, do të qëndrojmë deri në realizimin e kërkesave tona. Ajo që kemi shprehur gjithmonë është që këta djemë meritojnë të trajtohen me dinjitet dhe me paga dinjitoze. Nesër kemi vendosur të dalim përsëri përpara zyrave të kompanisë, rreth orës 6:30 kur bëhen ndrimet e turneve të shefave, 6:30 deri në ora 8, ku do kërkojmë prapë publikisht kërkesat tona dhe atë që ne takon. Kemi denoncuar tek Komisioneri Antidiskriminim në lidhje me pagat diskriminuese, me diferencat ekstreme të pagave, me diferencat e pagave ndërmjet dhe vetë ndërmjet punonjësve, por edhe ndërmjet punonjësve shtetasave shqiptar dhe shtetasave të huaj. Ajo që kemi kërkuar është ngritja e një standardi dhe vendosja e një pagë bazë ku punonjësit të kenë një nivel bazë nga ku duhet të startojnë. Nafatarët këtu duhet të trajtohen sipas dinjitetit dhe punës që ata operojnë në këtë industri. Ne do të vazhdojmë, shumë ata janë vendosur, madje grevistët të cilët kanë trajtuar dhe në spital, ku njëri prej tyre ka vetë rreth 6 orë pasi ka pas probleme shëndetësore dhe lohatje shumë të forta tensionit, është trajtuar në spital për 6 orë dhe është kthyer prapë. Gjithashtu grevisti tjetër që ishte jashtë, që humbi ndjenjat dhe nga përplasja që patin në tokë theu dhe krahun, është kthyer prapë dje këtu pranë grevistëve, duke qëndruar këtu për të vazhduar dhe për të kërkuar atë që na takon. U bëjmë thirrje të gjitha instancave shtetërore të reagojnë sa nuk është vonë, të reagojnë për këta njerëz që rrinë këtu, por rrinë për të drejtën tonë, nuk po kërkojmë asnjë gjë e cila është abuzive. Kemi kërkuar të trajtohemi me dinjitet dhe me paga dinjitoze. E gjithë shuma që kemi kërkuar ne për 400 veta është sa paga e një shtetësi kinez për gjithë vitin. E gjithë shuma që ne kërkojmë shtesë për 400 punonjës shqiptar është paga e kedus për gjithë vitin. Pra nuk është një abuzim që kërkojmë, abuzim është çfarë kompania po bën me këta punonjës. Pra duhet të ketë një reagim, një ndërgjegjësim nga të gjithë. Ta djem këtu për dergjën, po të sakrifikojnë, po lënë shëndetin e tyre në këtë industri, pra duhet që të gjithë të reagojnë për të arritur një standard që të jetë i mirë pranuar nga të gjithë, nga gjithë punonjësit. Grevisti Dritan Rapushi ka bërë thirrje ndërgjegjësuese dhe punonjësve që nuk i rezistojnë dot presionit psikologjik të kompanisë dhe vazhdojnë me sforca punën në vend burim. Ne kemi vendosur që të bëjmë sforca ende nesër, në orën 6:30 të dalim në protestë përpara zyrave për të ndërgjegjësuar ata njerëz që vazhdojnë punën me shpresën se do të shpërblehen nga kompania, sepse kompania mendon ose premton shpërblime për ata që i binden kompanisë, jo sepse meritojnë, por sepse ata po bëjnë sjellje që do kompania. Pra, ata njerëz tash janë kundra kolegëve të tyre, edhe kjo po dëmton vetëm vendburimin ton. Nuk po ndihmon askënd tjetër. Ne jemi për një kauzë të drejtë dhe do ta vazhdojmë deri në fund. I bëjmë thirrje atyre njerëzve o të solidarizohen me punëtorët, sepse me kinezët nuk ka të ardhme. Pavarësisht se për situatën e krijuar janë vënë në dieni zyrtarisht të gjitha institucionet përgjegjëse, ende asnjë dritje shile nuk duket në horizont për zgjidhjen e kërkesave të punonjësve.